organizatori i protestës, zoti Julian Guri. Zoti Guri, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, zoti Guri, ju keni marrë pjesë të mbledhjen e Këshillit Bashkiak, ku edhe keni pasur debate. Fillimisht, a keni bërë ju një parallogaritje të dëmeve që keni pësuar? Po, i ka bërë, domethënë, si unë edhe nga anë e bashkisë i ka bërë parallogaritjet, edhe asnjëri nuk paraqitet, domethënë, që në hapi një përgjigje konkrete, thjesht na gënjen. Asnjë lloj diçkaje. I matën, i berën, i shpurën, mbledhjen e bojkotuan të gjithë nga këshilltarët, nga të gjithë, nga kryetari. Po? Ne duam përgjigje konkrete, po i lajmërojmë për ne do të vazhdojmë me protesta, nuk kemi rrugë tjetër. Ne s'kemi çfarë humbasim merr, vetëm na vratin, kemi rrugë tjetër. Për ta kuptuar më qartë, cilat janë kërkesat tuaja? Kërkesat tona janë të dërmshpërblehemi, sepse nuk na ka ardhur nga natyra. Kanë ardhur nga mos funksionimi i kanaleve, mos pastrimi i lumit. Nuk është, kur është nga natyra, është nga natyra. Nëse është nga natyra, unë jam nga ata në varrin mes Malicit. Është për fajin e atyre. S'është pastur as i kanal, as lumi, as thjesht vim sa bëjnë nga një foto atje, edhe mbaruan punë. I vjen skavatorat atje sa bëjnë foto, i marrin skavatorat atje heqin prapë. Zoti Guri, por ka diçka, ju pse nuk prisni derisa ta ezaurohet pra kjo fazë, ndërkohë që edhe institucionet përllogarisin dëmet dhe më pas bëjnë dëshpërblimin. Pse kjo urgjencë? Kam që në përmbytjen e parë, që më mbytën patate, 202 lymë me patate. Ka një gati 2 muaj që i kanë marrë të gjitha këta, edhe nuk ka asnjë lloj lëvizje, kanë 2 muaj unë me këtë pjesë. Tashi, mora kredim 50 milion, i mbolla prap tokat, i mbolla grur, më mbytëm prap përsëri mbytje e dytë. Tashi më thoni ku mund të vete unë, çfarë mund të bëj unë? Këta s'japin as një shpresë, por e çfarë do bëhet? Është faji i tyre i gjithi. Mos edhin fajin jo, po zoti çfarë ti bëjmë neve? Nuk ka zoti ajo. Kur është zoti e zoti. Pra, duke qenë se rasti, po të dëgjoj. Po, është gjitha mos pastrimi kanaleve, mos pastrimi lumit e vollë. Lumit e vollë duhet që në ura në Maliq edhe 5 kilometra për poshtë. E qoftë e përmbytet në fushë Maliqit më varri mua litarët aty mes Maliqit. Po se çajnë dot se nga që është pjesë e fortë, thonë se çajnë dot. Le ta çajnë atje dhe ta shikojmë pastaj. Do ketë më përmbytje. Pra, thonë këta tash. Duke qenë se rasti është i përsëritur dhe ju jeni dëmtuar edhe herë të tjera, a keni marrë dëmshpërblim për herë të tjera që jeni... Fare asnjë. Po le dëmshpërblim s'kemi marrë. Këta s'vinë të na shpjegojnë, të na thonë ore Juli, ore le të dalin një burrë më thotë të kam ardhur në toka. Le të dalin me një burrë thotë të kam ardhur në toka. Ore thjesht një llaf të mirë. Po le ka këta s'po japin nuk bëhet fjalë të japi. Duhet shpallur gjendje emergjencë, ç'është ky muhabet me llafe. Këto janë llafe për fushate, hajde ty mbyllim gojën këta sa të qetësojnë gjërat. Ndërkohë, nga ato që janë verifikuar nga institucionet për dëmet që ju janë shkaktuar këtë radhë, a jeni të kënaqur me mënyrën se si kanë vepruar, apo ka mangësi në dokumentacion? Pra i kanë vlerësuar sakt dëmet? Nuk i kam vlerësuar sakt këta, se këta pritën gjërë arita unë që gjysma t'i bera që po mbilin grunjat, do me thënë, kisha patate mu kalbën ati nga përmbytja, pritën ta oqa gjysma t'unë që mbilla grur, edhe gjysma të vazhdojnë punoja, në gjysma të erdhën i matën pasaj, si kalovi gjysma, erdhën i matën gjëja verifikim. Po s'ka dhe ju, pas jetë ka, do me thënë që në thonë një lafore, do dërmshpërblehemi, edhe për gjysma. Po, ndërkaq që ju i keni bërë thirrje edhe fermerëve të tjerë për rezistencë. Çfarë do të thotë kjo sipas jush dhe si do të vijojë rezistenca juaj? Protesta, neve kuvertat e vaditjeve që kemi punuar edhe nga tokat i kemi gati, kështu që s'kemi nevojë të blem kuverta edhe ne na kanë kryeministria gati. Ne let na vrasin, unë një personalisht s'kam rrugë tjetër.
Kush e ndjen që të vijë atje në protestë, ne ta ndjej. Kush se ashuja le të vazhdoj rrugën me këta janë. Nuk ka rrugë tjetër. Ne ne fermerët jemi, domethënë, krahu i punës. Ne kemi krahët. Ne jemi as të majt, as të djata, as të kuq, as blu. Ne duam që të bëjmë aku në dersat tonë. Azes kërkojmë. E qoftë se është domethënë nga rreshtet e shiut, le mos më japin as edhe 100 lekë. Është për fajin e atyre. Po, zotë Guri mirë, unë të falenderoj që të kisha në këtë lidhje të drejt për drejt dhe shpresoj që problemi juaj të marrë zgjidhje. Faleminderit, gjithë të mirat.